Drama psikologjike Amadeus u ngjit premier në skenën e teatrit kombëtar me regji të Altin Bashës dhe interpretim të Fatos Selës, Marin Orhansit, Enianit dhe Ahmet Pashës. Shfaqja Amadeus është premiera e parë për këtë sezon artistik të teatrit. Vepra tregon historinë e kompozitorit të njohur Mozart, interpretuar me mjaft mjeshtri nga Marin Orhansi, dhe kompozitorit të oborit mbretëror Antonio Salierit, i cili u realizua nga aktori Fatos Sela. Secili lufton për të zënë vendin e dirigjentit të orkestrës së oborit mbretëror, të Jozefit II. Në këtë shfaqje trajtohen probleme universale, siç është marrëdhënia e talentit dhe mediokritetit, vendi i artistit në shoqëri, si dhe çështjet e madhështisë së gjeniut. Përgjatë gjithë shfaqjes, Salieri Fatos Sela sulmon gjeniun Mozart, të cilin e cilëson si të preferuarin e Zotit, dhe në çdo formë ai nuk e lejon të përfitojë të ardhura monetare, por talenti i Mozartit mund çdo kënd, edhe pse fundi i tij është tragjik. Krahas boshtit Salieri Mozart, një interpretim i shkëlqyer i personazhit të Konstancës, gruas së Mozartit, me rrjet përmes aktores Eniani. Mozarti është dëshmi e fuqisë së gjeniut artist, si një krim hynor, që prej premierës së parë vepra është vënë në skenë nga teatrot më prestigjioze në botë. Kur është themeluar teatri kombëtar anglez, vepra dramatike të Peter Shaffer janë pjesë e pandarë e repertorit dhe nga më të ndjekurat në Broadway, ku Amadeus dha më shumë se 1000 shfaqje. Vepra e referohet historisë së Mozartit dhe kompozitorit të oborit Antonio Salieri, i cili mbytur nga xhelozia e dirigjimit të Zërit të Zotit, në formën një fëmije të pështirë, vendos ta shkatrojë rivalin e tij. Kur shfaqja shkoi në Broadway në vitin 1981, fitoi çmimin Tony Awards si pjesa më e mirë. Nuk ka pasur gjë fytyrës, përkundër, është në mbushur këtu dhe vërtet të pasur gjë më.